dugagjinasit? Janë jashtëzakonisht mikpric, bujar, bes, burnis, janë njerëz me moral fort, karakter, mjetuesat të pashosh, vetëm 500 vjet e periudhës osmane si kanë mjetue, nuk kanë jetuar, vetëm kanë mjetue, me fjalë s'kanë po në mrekulli, vetëm se si me mjetue, me rujt kulturën, traditën edhe zakonet e veda, është një popull jashtëzakonisht me merita shumë të mëdha, me thënë drejtën. Në kulturën tonë mikun e quajmë si Zot. Se Zoti nuk vjen për ditë. Me Zotin takohesh rrallë. Edhe mikun me mikun takohesh rrallë. Kudo si ke shkuar në Dugazhin, kanë prit për cilë, edhe kanë respektuar, edhe ke ik jashtëzakonisht i nderuar, edhe kanë tentuar në malet tona tentojnë si mikun ta xhirrin më të mirë se sa hyni. Nga natyra është një vend shumë i bukur, i mrekullueshëm. Mirë po ka mungesa, mangësit pafund. Në rrallë por ne duam vetin, manej shteti duhet të duam edhe shtetin shumë, edhe manej shtetin e bëjmë na. Edhe atër kur s'din duesh vetin, nuk din të duesh as shtetin, as shoqënin ku je, edhe kështu përfunojmë me thonë drejtën. Është një fatkeqësi e madhe për komin shqiptar. Shpërdam, çka thon Derada, gjakisht prisht, gjithanej, çdo gjë shohim vetëm çam përket mua, edhe ç'a po më duhet mua. Kanuni është një ndër kushtetutat më të arsyeshme si mundesh me gjetë ti, edhe mos harrosh një kushtetutat më të vjetra si mund të kenë pas edhe pranimi. Ka kanë si nëse vret kanë, rrethueshin kullën, ta djegshin kullën, të preshin pemt, edhe detyrohesh me ikë për 5 vjet prej vendlimit. Çdo vit kanë shkuar në kishë edhe janë betuesit gjithë vitin, s'do të bëjmë asnjë dëm. Dëm dhe me thonë as me bagti, as me familje, me moshkull, as me femën, s'do të bëjmë asnjë dëm. Edhe ton vitin ti ke landerën qilon, orën po thur hiç, pse s'ta ka bën kush dëm. Po. So kanë zakoni, nuk ta hap, nuk nërhyj kush. Absolutisht. Se kanë shku me kanon. Unë paktën nuk njofkon si është betun kish, edhe që thonë asaj ka bon hajër tjetër, mas betimit në kish. Në qoftë se betimi nuk është zbatuar siç duhet. Një inspirim natyror për me i bon njerëzit me rezistue, me të patrembur, të fortë. Patrembur, po, bravo. Kjo ka kanë besoj unë me periudha kohet, se një gjë si ka kanë atëherë pse tash nuk është më. Përgjithësi Shqipëria po veriu kena shumë gjëra pagane pa vetdije. Si edhe sot e kësaj ditet i praktikojmë, i jetojmë, por faktikisht janë pagane, s'kan lidhje as me fen hiç. Shosh edhe Mirdit. Janë 3 vëllezën, kanë kënë në kohën kur ka ra Shkodra me rrethina, ka ra në dorë të osmanëve. Po tha shala kështu, o tha u ban, se ishte fisi madh. Po nëse ka hangër drekte ti për shembull, edhe është vra dikun rrugës, ai ka kanë bukë tone. Edhe ke pas ti 12 muaj me xhir gjakun e tij, të mikut. Au. Edhe derisa ti ke xhir gjakun, ta ka lënë gotën për gjys, edhe krejt njerëzit e kanë ditë se ti ke mik prem. Po të them njërë mirë se të gjeta dhe faleminderit për mikpritjen brenda në biznesin tënd, në shtëpinë tënde. Dhe para se ta nisim të bisedë, realisht, herë e parë që unë vi në Dugazhin dhe i them gjërat rrocë, kam bet pak e shtangur fillimisht, sepse më bëri përshtypje që nuk e gjeta të mikpritjen që unë kisha dëgjuar për Dugazhinin. Nuk gjeta njerëz, më vjen keq që këtu janë larguar të gjithë dhe kam betur shumë pak. Ta bëjmë një gëzuar. Të reshnet mirë se të pruni Zoti. Mendoj se kam takuar personin e duhur. Tashi, ti e tha vetë si
nuk gjete mikpritje si shke menuet të venit ndryshme në Bulgari. Mirë po i herë në rol por nuk e zhjit njerëz. Mikpritja bëhet nga njerëzit, njerëz nuk ka jashtëzakonisht i numër i vogël i banorëve të Dukazhinit si jetojnë, ose janë kthye, ose nuk kanë ik asnjëherë nga vend linja atyne. Janë larguar të gjithë, po thua? 90% po. 95%. Pse ka ndodhur kjo? Çfarë i bën këta njerëz të largohen nga vendi i tyre në një vend kaq të bukur që realisht është i bekuar nga natyra? Po është i bekuar vetëm nga natyra, po jo. Tash i marruar nga kush? Gjitha të tjerat janë, me fjalë ka shumë lënë për dëshiruar shumë gjëra të tjera. Nga natyra është një vend shumë i bukur, i mrekullueshëm. Mirë po ka mungesa, mangësit pa fund. Krejt Dukazhini, komplet. Një fjalë pa marrë parasysh se thethi ka filluar zhvillimin në një havë komplet ndryshe nga pjesët e tjera, jo vetëm Dukazhinit, po edhe të Veriut, në veçanti. Po ja, kështu. Si kështu? Kështu, me fjalë, kjo pjesë... Çfarë e ka bërë Petritin të kthehet, të rikthehet në atë? Po, me të thonë drejtën, dëshira, malli, vendlindja është as gjë më e mirë as më e ëmbël se sa vendlindja. Këtu jam lind, këtu jam rrit. Çdo gjë e shoh këtu, me fjalë, ëndrrën e shoh këtu. Çdo gjë, vetëm me këtu jam i lidhur. Më trego pak për veten, kur je larguar jashtë? Se më the pak më parë, Petriti ka qenë i larguar prej Shqipërisë, ka jetuar shumë vite jashtë. Një familjar i mrekullueshëm, edhe me bisedën që ne bëm pak më parë, vajzat edhe bashkëshortja janë akoma jashtë. Po. Ti ke ardhur këtu, ke investuar dhe ke vendosur që të jetosh pjesën tjetër të jetës, le të themi, në vendin tënd ku je lindur dhe je rritur ashtu si e theksuat. Më trego pak, çfarë moshë je larguar, ku ke jetuar dhe më pas pse vendose që ti të vish këtu, duke ditur që tu i bekuar nga natyra, por prapi kemi ato probleme që ne i dim të gjithë, që shteti nuk na do shumë. Në rrallë, por ne duam vetin, ma ne shteti duhet të duam edhe shtetin shumë, edhe ma ne shtetin e bëjmë na. Shteti zbohet vetë. A e duan veten na? Po shtetin na nuk duam vetin, ndoshta nuk dim ta duam vetin. Kjo është problemi jonë. Edhe atër kur s'din duesh vetin, nuk din të duesh as shtetin, as shoqërinë ku je, edhe kështu përfunojmë, me thonë drejtën. Është një fatkeqësi e madhe për komin shqiptar. Shpërdam, çka thon Derada, gjakisht prisht, gjitha ne. Jena jashtëzakonisht individualista shumë të fortë, shumë të mirë, shumë të aftë, shumë të sjut, por nuk kena si kolektiv nuk funksionojmë. Faktikisht, fatkeqësisht po them. Fatkeqësisht nuk funksionojmë si kolektiv na. Morën tana fushat, të i marrë nga gjonat ma elementare dejti me madhja, nuk funksionojmë si kolektiv. Çdo gjë shohim vetëm çam përket mua, edhe ç'a po më duhet mua. Edhe le aty ti. Nëse nuk aty mjetesh në vend tim. Me fjalë ti funksionon, po nëse unë nuk shoh edhe rrugën kur dal si kom me shkin si tjerët, edhe ta moj pastër, edhe mos ta dëmtoj ashtu, ma ne i kështu shkojmë na, të thonë. Shohim vetëm nder të shtëpisë e mran. Është një mentalitet jashtëzakonisht oriental, jo prandimur, jo. Edhe kena ardhur te këtë mënyrë jete të jetesës si bëjmë si kom, me thonë drejtën. Fatkeqësisht, unë flas gjithherë me një fatkeqësi shumë madhe, se ne mund të ishim jashtëzakonisht më përpara, më të përparuar, më mirë, të në llojit e mënyrave. Se sa jena. Mbetemi pak tek vitet e tua në emigrim. Se jam shumë kurioze të di.
Po të them jam shumë kurioze, pasi të ma tregosh dhe dua të di që çfarë e bëri për dritin të kthehet këtu. Se unë bisedoj dhe takoj shumë shqiptarë që jetojnë jashtë, por fatkeqësisht për mua, sepse unë e dua Shqipërinë dhe kam vendosur të jetoj këtu, nuk më vjen mirë kur thonë që asë kam dërmën që unë të kthehem. Kjo është i fatkeqësinë vedi. Tjetër. Po, është i fatkeqësinë vedi, por mos harro se edhe ata si thonë s'do të kthehem tjetër, edhe ata nuk e kanë shumë të lehtë. Mos harro ti se siç e kam edhe unë po e kam të vështirë të i bie familjen të jetojmë këtu gjithë pjesë, me fjalë bashkë, tanë kohën, edhe po detyrohem gjatë periudhës dimnit të iku vetë dhe të jetoj jashtë me vajzat edhe me gruan. Por këtu nuk e kanë të lehtë se vetëm llogaritë nëse ke kriju familje ti, ta biesh familjen nga një vend i zhvilluar me një sistem shkollor, mjekësor, urbanistik etj, ta biesh në një vend si të gjitha mungojnë. Po. Sot ala ti s'munesh me prej një bilet online. S'munesh me prej bilet online si çdo vend tjetër. Ja, mos e mund ta presësh tani, mos na bëj kaq keq. Okej, unë për vetë... Ju na shani shumë kur vini janë, dhe ne di që keni parë mirë, por nuk kemi kaq keq. Okej, nuk është po them, kena malin e zinjo aty, në Malëzije ke stacionin e trenit, pret biletën online, i shoftërisat prej këtu, presi biletën... Ne kemi akoma faturinën në një turbane. Alo ke faturinën, dikush e ka biletën 12, një po marrë dikush si mas dëshirave, nuk ka një kontrol të mirë field, nuk ka... Në fjallë është një gjanë si ne kena shumë duhet punojmë të tanë, kena shumë mungesa dhe duhet punojmë shumë për më arrit një nivel... Nuk e di pse po më shmanget kur e pyes që më trego pak për jetën e emigrim, se pas kamerës ishte me nga jugu themi bilbil. Po, jo, nuk të shmonga hiç, por në fakt po kalojmë, kena shumë gjëra për thonë, në emigrim. Mbore çfarë do dish, unë kam si të gjithë shqiptarët, kena emigrue në moshë shumë të re, kena lviz nga këtu, në fillim kena shku në Greqi, more me kam, more kena fijet kesh, more kena hangër kesh, kena hangër hiç, kena jetë me ditë tona në kam, si tash me bëmi o kalëzue kalamajve tonë, fëmijëve tonë, jo vetëm se s'ta besojnë jo, po është duket digjon si kur ti ke pa në i film edhe po tentojnë me ja u tregu aty në dash, me fjallë është kena vujt shumë, jena brezi vujtun, jena shumë brezi vujtun. Edhe fatkesisht tash nuk po na dohen vujtjet, edhe më që po duket po e myllim me vujtje. Se e tua këta? Po e shumë mirë. Ke ardhë në vendin tënd, ke bërë shtëpinë tënde. Je rahat, pse? Po nuk po flas vetëm individualisht për vedi, se deri tash fol me për vedin. Po tani nuk do flasim. Po jo, ne do të flasim se kjo na vret shumë ne, se nëse na nuk funksionojmë si shoqëni në të mënyrat, ne nuk individualisht ne funksionojmë, ose nuk po them unë për vedi si person funksionoj në rregull, a ke parasysh, po tani bëj ato planet e mia, jo shumë afatgjate, po i bëj edhe i realizoj pak a shumë me mënyrën time si nuk jam keq, nuk do të ankohem, por vjen më zemra për krejt komunitetin dhe shoqëninë shqiptare në përgjithësi. Emigrimi, atër si deshte me ditë ma shumë, kam emigru me fjalë, kam lviz nga Greqia, kam lviz në vendet tjera pranimore, se Greqia ishte një vend paka shumë. Nisi edhe Shqipnia me ecë në nivelin e Greqisë, edhe lviz me në Itali, në vendet tjera, dhe në Angli kam përfunu me të thënë drejtë. Kam jetuar shumë vite. Tash jena kthyer në vend tonë. Sa vite ke qenë këtu? Për zotën me të thonë drejtën, ka një 5-6 vite si jam gati full time këtu, përveç se dimit nuk jetoj këtu. Pjesën, vitin tjetër do të tentoj këtë vit, me fjalë se hymën në këtë dimën, do të tentoj të jetoj këtu dimit, edhe ta maj hapën si biznes, po shohim se si shkojnë punë kushtet. Po mirë, se teti është kthyer në një
ka marrë një hovë të madh turizmit. Është një destinacion, është një destinacion jashtëzakonisht i mirë njohur dhe kur më takon me udhëtuar nëpër vende të tjera kështu më vjen direkt është rasti Romës, më thonë dikush, prej më kanë thotë në Shqipëri, më kanë në Theth, ta veçon. Me fjalë, më ka takuar në vende të ndryshme të botës, në Londër, Paris, në Gjermani, ku më të ku. Gjitha ne më të ku me më thonë se, i jam kanë në Theth. A mendojë ndonjëherë që Thethi do kthehej në një pikë turistike kaq të frekuentuar? Ne në fakt këna kanë, por o kanë vetëm çështje kohe, se Shqipëria s'ka pas siguri, s'ka pas me fjalë ishte nuk funksionon ka si gjë. Unë kam menuar se dita do të vinë, po kam pas shpresuar se do të vinë para se sa unë të arriti moshë të kthehemi tash edhe kam pas menuar me thonë drejtë gjithmonë se do të bëhet. Jam shumë kurioze të di këto zakonet dhe traditat tuaja. Unë pak më parë isha te kulla e ngujimit. Po. Kam bërë një video atje dhe më ka bërë përshtypje, mendova se ishte shumë vjeçare. Sa vjeçare është ajo? Po kulla e ngujimit mund të kenë rreth 300 vjeçare plus minus aty duhet të jetë. Ma trego pak historinë, çfarë ndodhte aty? Si duke qenë se unë vi nga jugu, nuk kemi pas kështu kulla ngujimi e gjërash, dhe ndaj jam. Tashi çdo familje në veriun e Shqipërisë, në veçanti në Dugazhen e në malet të Shqipërisë, po të marr zonën si njoh më mirën, edhe kryesi Shala dhe Thethi në veçanti, kulla ka pas shumë. Atëherë, sa ka pas kulla si njerëz janë ngujuar te, edhe sa ka pas kulla si janë kanë potencialisht më guju dikush në qoftë se ose bjen në gjak ose ka në një konflikt, ka të pakta, por kulla ka pas shumë. Në Theth ka pas deri ka vitet 60, mujt kenë pas rreth 15 kulla. Wow. Mirë, po kjo kulla e ngujimit këtu është një nga më të veçantat, se kjo nuk ka kanë e bëmen në gur, edhe ka një veçori komplet ndryshe prej tjerave, se ka kanë bën gur edhe këto në kohën kur ka hyrë komunizmi, nuk ka pas njerëz si kanë jetuar në ta. Me fjalë ka kanë, si më thon ty, nuk kanë pas jetuar kush në ta. Edhe e ka kthye si ngujimit muzeum, e ka kthye edhe monument kulture, është kthye. Më shpjego diçka, këto kulla, ato familje të cilat kishin konflikt apo ishin në gjak, ngujoheshin dhe jetonin aty? Ka kanë në qoftë se një familje fatkeqësisht bjen në gjak. Po. Automatikisht ai ka desht është shkullë ngujuar në kullë vet. Kulla ka pas ato veçoritë e veta për vetë mbrojtje, gjithmonë. Për vetë mbrojtje, më falë. Edhe ka kanë në qoftë se për shembull vjen kush me djeg, se direkt sa në momentin e parë si ke vrarë dikën, tu ka rrethu kulla. Edhe kur është rrethu kulla, kanë tentuar me detyruar me dalë jashtë, me të vrarë. Okay. Ishte detyruar të digja. Ta kanë qenë se kanë tentuar me ta djeg. Kanë tentuar me ta djeg ata, apo jo? Se kanë desh me dal, me detyruar ty me dalë jashtë, edhe me të vrarë, manejtë dera dhe më bë një me një dhe marrë muhabeti u mbyll historia. Mirë po, kullat i kanë bën atë mënyrë se mos me mujt me t'ia fut kush flakën shtëpisë. I kanë marrë shumë të nelta. Kati i parë ka kanë me bakti, i dera ka kanë jashtëzakonisht shumë e vogël, të tana kullat i ka pas. Kanë pas edhe shtëpia jonë këtu kulla, shtëpia e Largjeloshit, e Gjok Sadris, ka pas knena në maneje Tom Prels, plot ka kanë kulla knena. Këtu ka pas plot kulla. Kretë Thethi, jo vetëm këtu, po paktën këto si di këtu afër, manej kretën katon në lagje të tjera, plot ka kanë me kulla. Tana shtëpiat kanë kull. Kati i parë ka kanë për bagti, kati i dytë e i tretë kanë për njerëzit. Ai si ka rënë gjak ka në katin më të sipër atje. Edhe ka verifikue venin që kur rrethue, ka zhyt me push, ka çaj derisa kanë marrë vesh edhe janë ul burrat në bisedë dhe janë pajtuar ose e kanë veçuar për shembull ti je në gjak, ke vranirin edhe ti duhet dalsh personalisht do të ikush prej këtu,
në përgjithësi dikur kur vrashin, me periudha kohët ka kënë, po një farë periudha kohët paktën e funit si ka kënë, para se sa me hi komunizmi, ka kënë si në qoftë se vret kënë, rrëthushin kullën, ta djegshin kullën, të preshin pëmt, edhe ish detyroshin me ikë për 5 vjet prej vendlinjes. Ati vendi. Po. Edhe i pjesë e madhe shalës e Dugazhinit, kur kanë vra dikon, kanë ikë, i kanë vra, me fjalë kanë djeg shpinë edhe i kanë prej pëmt, edhe kanë ikë njerëzit, për 5 vjet s'kanë pas drejt më kthye në vend vetë. Edhe pjesë e madhe nuk janë kthye kur më. Edhe për ata ke vene gjithanej, ke Shalnion gjithanej, në Kosovë, gjithanej, si kanë ikë prej këtu. Po, se Shalnion ka pas edhe anena në Kosovë, si kanë nejgjë edhe për parën, po mi fjallë kështu ka në me kulturën e veriut, veçantit Dugazhinit. Si janë Dugazhinasit? Janë jashtëzakonisht mikpric, bujar, bes, burnis, janë njerëz me moral fort, karakter, mjetuesat të pa shoq, vetëm 500 vjet e periudhës osmane si kanë mjetue, nuk kanë jetuar, vetëm kanë mjetue, me fjalë s'kanë po në mrekulli, vetëm me se si me mjetue, me rujt kulturën, traditën edhe zakonet e veda, është një popull jashtëzakonisht me merita shumë të mëdha, me të thënë drejtën. Ajo që kam dëgjuar unë, para se të vija këtu, më kanë thënë që Dugazhinasit, burnia është aty, a kupton, dhe nuk të bien kurrë me qafë. Ama nëse ti e prek në moral, nuk të falin kurrë. Morali ka kënë faktikisht morali edhe jo vetëm këtu, po kudo. Morali është, por ju e keni pas. Po, fix. Morali ka kënë diçka si ka kënë është respektuar shumë. Në moral ka kënë çështje jashtëzakonisht shumë e pakto se si janë prekën moral. Se kur në prekën moral nuk ka, me fjalë ka shkuar është kanë kulmi i ngacmimit të një personi tjetër apo është prek çështje morale. Mirë, po tash gjonat kanë lviz, kanë ndryshuar shumë. Patjetër, me kalimin e viteve. Pse është e vështirë nëse ka diçka në kokë një Dugazhinas ta kthesh mbrapsht, nuk bëhet fjalë. Po se pra janë njerëz se, po thomun ty, nuk ju kanë bin shekujve. Kanë shku, kanë jetu në për pyje, në për mole, vetëm mos me u nënshtru me nejt lirë. Kjo është pra njeriu i lirë, kështu menon gjithmonë, si do të bëj, me fjalë, do të me çdo kusht të arrin ato si menon, si e ka në krye. Edhe shumë vështirë, po patën mend Dugazhin si menon se një ashtu ka drejt, s'ka, nuk është gjithar se mundet me ka drejt. Po pra të ka të drejt. Po pra të ka drejt, kjo është diçka si nuk ndryshohet, edhe trashëgohet, kalon nga një brez në brez tjetër, është shumë vështirë, nuk është diçka si ndrohet vetëm me dëshirë. Ju keni pas një kanun shumë të hidhur, me thënë të drejtën. Jo, nuk jam krejtësisht, jam absolutisht nuk bjem dakord me ty, kanuni nuk është i hidhur. Nuk korrigjo? Jo, absolutisht jo. Kanuni përkundrazi. Kanuni është një nër kushtetutat më të arsyeshme, si mundesh me gjetë ti, edhe mos harrosh një nër kushtetutat më të vjetra si mu i të kenë pas edhe pranimi. Kushtetut si ka të paktën janë 600 vjet si dihet pak unë besoj se do të kenë shumë para 600 vjetëve, edhe për para 600 vjetëve do të kenë kanuni, po në mënyrë tjetër, po kanuni ka kenë. Ti vesh merr kanunin si është 600 vjet, është shkruar para 100 sa vjeç për Gjeçovit, edhe ule sot në tavolinë edhe merr një kushtetut tjetër. Nuk ndryshon shumë. Kemi fjalë disa gjëra si koha i ndryshon edhe koha ka bën më shumë mirë si ndryshon. Po ka letësira më shumë, ka qenë jashtë. Më thuaj ti vetëm më thuaj ti pse ke atë mendim ti, vetëm ma tenton ma shpjegoj ti edhe po të tregoj unë. Jo, shiko, unë jam shumë e vogël për të folur për atë kanune, kupton? Dhe thjesht unë i kam me njerëz që kam folë dhe më kanë treguar për këtë kanun. Dhe në ato që unë kam biseduar, kanë thënë që ka qenë shumë i mirë, por ka pas edhe gjëra pika shumë të ashpra. Tani pika të si mund të ti mbajnë me të ti them me detaja.
Ti po thua që ti je I zonës dhe e di shumë mirë, jashtëzakonisht. Dhe ti po thua që jo, nuk ka pas. Për ty ka qenë okej. Mërveshti, kanuni, unë po të thom diçka tjetër. Kanuni është kanuni është, me fjalë kanuni Lek-Dugazhina është një kushtetut e maleve. Po thuja një kushtetut e maleve, si vonë është hedhen, mundet mu pa hedhen letër edhe më parë si ka hedhë Gjeçovi, por nuk është, ti ma gje, unë me fjalë ti the se ishte shumë jashtë për ashtu, por nuk po ma spjegon se në çfarë mënyret. Me vra, në qoftë se vret, do të vrasin. Në qoftë se vret, kanuni thot me vra, ni me ni. Në qoftë se vret dikon ti në Amerikë, shansë se ti kesë dënosh me vdekje edhe ti. Apo jo? Se di këto. Është ditun. Në Amerikë, edhe jo vetëm në Amerikë, në shumë vende tjera, në pjesën ndërmuese, nëse ti vret një njeri edhe janë shkaqet në atë mënyrë ke vrar me fjalë varet arsye, por shanset I ke mu dënu me vdekje edhe ti. Atër, kanuni e ka pas e veçuke, ditën e parë ka pas me vra edhe të tjerë, të fisit, mas një periudhë të kohet, për shembull kur kalu 24 orë si ke vra dikën, e ka pas kalu vetëm te individi. Individi ishte direkt I rrezikuar. Kurse të tjerët u dhanshin liri, të tjerët kishin besë. Por kishin besë, ama nuk po të thanë besën, I kishe besë ti dalë shkush e kudo nuk vrake kush. Sa të ka ndryshuar. Sa të mos harroti ke shkon në Fier, shkon në Lushnjë, shkon në Vlonë, edhe gati po shkojnë ata me kanu, po vrasin e po presin, e po vrasin porën, e po vrasin dytin, e thotë kom me kanun e sanë, se përpara nuk I kanë njoft kush për se zbatojnë kanunin e Lex, po pe zbatojnë kanunin e Lex, ata më për pik, se sa vetë malsort. A kupton? Para 30 vjeç nuk ke njoft, nuk e di paktën se kush në jug e ka zbatuar kanunin e Lek-Dugazhinit, siç po zbatohet tash kanuni I Lek-Dugazhinit në jug, më shumë se sa në veri. Nëse pritej një femër, çfarë ndodhte me kanunin e Lex, jashtëzakonisht I ashpër. Jashtëzakonisht I ashpër. Ka qenë shumë e shenjtë femra. Shumë femna dhe fëmia. Nëse herë ti arsyet me vrarë një femër kanë qenë jashtëzakonisht limituar. Jashtëzakonisht limituar me vrarë një femër ka qenë arsyeja. Ke pas disa arsye, 2 kanë qenë kryesore, po jashtëzakonisht limituar. Një fëmijë, s'ke pas arsye me vrati. Për ça mashkujt kur derisa në bë 15 vjeç, nuk e kanë vu këtë plisin, ose qeleshën, si thonë, qeleshën, kur e në bë 15 vjeç, është bë për pushk, edhe ka pas detyrim me vuaj. Pse? Po se pat kapuçin në krye, nuk e vret kush. Tash I po vrasin, tash I kanë ndryshuar gjërat, shkojnë e vret, thotë tash djali I këtij djali I tij. Tash I po kjo është pra problemi, se kanuni po zbatue si shukesh është jashtëzakonisht I arsyeshëm. Është jashtëzakonisht I arsyeshëm. Edhe mos harro, kanuni I ka ndaluar njerëzit me bën një gjeste të këqija. Një tund theth, unë e kam arrit më men, masi ka I komunizmi, si njerëzit janë çdo vit kanë shku në kish edhe janë betuar si gjithë vitin, s'do të bëjmë as një dëm. Dëm dhe me thonë as me bagti, as me familje, me moshkull, as me femën, s'do të bëjmë as një dëm. Edhe, ton vitin ti ke landerën qilon, orën po thur heq, se s'ta ka bon kush dëm. So kanë zakoni, nuk ta hap, nuk nërhyve kush. Absolutisht. Se kanë shku me kanon. Mirë po tash, s'ka kanon. S'ka me fjalë kanuni është vetëm si me thonë ty me keq përdor. Kjo është fatkesi e madhe. Kanuni me keq përdor. Është fatkesi. A do doje të rikthehej? Me më kthye kanuni, kanuni duhet absolutisht kthehet, por edhe të zbatohet, po edhe të ndryshojnë në gjë si ndoshta nuk është e mirë, nuk është në gjë me ndryshuar se ligjet kanë ndryshuar. Çfarë nuk është e mirë? Ka në gjë mundet me kanë në gjë, për shembull si s'ka. Për shembull, më kap një pikë. Një pikë, po ta kapi një pikë për shembull trashëgimi vajza, sa kanë me kanun nuk ka trashëgimi vajza.
Nuk ka jashtëzakonisht pak. Për zotin ka jashtëzakonisht pak, si mundem me thonë tash to, duhet me edhe me vra, nuk është e mirë me vra, me hakmar. Edhe kjo duhet të heke. Unë për këtë e kisha pak më parë jashpër, por nuk të gatova më tej. Jo, po duhet të thonë se unë menoj, të paktën ai si vret kriminali duhet të shkojnë në burg. Po. Por ama duhet të shkojnë në burg. Po. Jo kriminali, se me kanu kriminali nuk ka shku në burg. Shkojnë kriminalët. Se jo, në kohë të komunizmit, në kohë të kanunit, kriminali nuk ka shku në burg, se këtu kanë venilijes, kanë pushtuar prej, s'kana pas institucione. Për ata është zbatu kanuni, se nuk Perëndëria Osmane, si ka kanë përpara austriakëve, përpara komunizmit normal, nuk është zbatu këtu, s'ka zbatu as i dhe rregullin. Nëse ke vrati kanë ti, këtu ke kanë vetëm nëpër mal ke nejtu, në burg s'ke shku kur ti. Por ama ke pas kanunin si të ka vu ty për rrugë, edhe ti odesh me zbatu e atë rregullin ke dasht, ose me ik prej aty, ose mu vra, si ka kanë një arsye se të ndryshe s'ka pas. Kurse tash me kohën si ka ardhur, unë mendoj se kriminali duhet të shkojnë në burg. Edhe shkojnë. Shkojnë, normal se shkojnë, edhe duhet shkojnë edhe më shumë. Por jo të shofsh ti kriminala si kanë vra. Jo më se ne njohim kriminala si kanë vra dhe janë sot të lirë. Kjo është e keqe. Atër ai si e shef kriminalin, si ka vra vllahën, i ka vra babën, i ka vra edhe e shef ato të ju lviz të lirshëm, po atë i shkon menja direkt te kanuni ati. Normal se i shkon te kanuni. Se nëse se funksionon shteti, ligji, si po funksionon edhe shpresoj si do të funksionojë edhe më shumë, atëherë ai nuk ka absolutisht asnjë arsye me menua se unë do të shkoj te kanuni nëse funksionon normal. Bani një krim, merre që ja mori prorin atij, kesh përdori prorin, kesh përdori familje, në burg, mërë dënimin e merituar dhe gjithkush. Sa bukur do ishte, po t'ishte kështu si po thua. Po atërë. Do ishte shumë bukur, po atërë pra kanuni për ata, për çka ka kanë kanuni? Ai ka vënë vendet gjërat në vend. Në vend, i ka vënë gjërat në vend për këtë arsye se s'ka pas ligj në atë kohë. Tash si ka ligj, tash kanuni duhet më kenë, jashtëzakonisht mos zbatue, po mos zbatue vetëm pikat si janë shumë të nevojshme. Për shembull, po të marrni shembull këtu në Theth, në 1932 është dokumenti e kam aty dikon, krejt zona këtu janë bashkue, krejt të partë e shtëpiave të tanave, krejt fisit të Thethit, në veçantë të Thethit, vetëm Thethit në fakt, jo pjesa tjetër, edhe janë betuar në kish, në Ungjell, si nuk do t'i shesim tokë një personit si nuk është nga Thethi. Se do me thënë se? Shumë do me thënë se, është. Jashtëzakonisht do me thënë se. Sot, shesin tokë, disa, si nuk janë nga Thethi, edhe nuk merret masa për ta. Nuk merret masa. Po pse më zotëri, unë kam lek dhe kam qef vit blen një shtëpi këtu. Pse s'kam të drejtu? Njerëzit janë betuar këtu si nuk shesin tokë. Një të huaj, si nuk është prej Thethit. Por kjo është bërë, nuk po mbahet më ai betim. Apo janë betuar dhe betimi është gjithë jetën. Betimi është në kish. Po. Unë paktën nuk njoh si është betuar në kish, edhe që thonë asaj ka bon hajër tjetër, mas betimit në kish. Në qoftë se betimi nuk është zbatuar siç duhet. Edhe këtu shteti zvendor atër, se thotë, çfarë rregullash keni ju? Kanunit e kishte krye me këtë punë. Me kanun nuk ishit ke kuj, edhe mëlla e histori. Në qoftë se ti ja nep dikuj një pjesë tokës tane, ose edhe ja shet për me përdor, ai nuk duhet, ose nuk i do ishte dash të bëj asnjë temel me gur, vetëm me kam drunit, derisa të kalbën kam, siç e bëjnë në Amerikë, në vende të tjera, ose në Zvicër, ose në shumë vende, si nërton nërtesën, edhe nërtesa është e jotja, e përkohshme, nuk ke as që është në anglisht i thonë në lease, në përdorim. E ke në përdorim. Njështë du t'jenë edhe këtu, e ke në përdorim.
Pa. A kanë ardhur shumë nga jashtë këtu? Jashtëzakon, nga jashtë. Do me thënë që s'jam vendalin këtu. S'jam të... Ka, jo shumë, po ka. Të huaj, do me thënë, që kanë investuar këtu. Shumë, ka shumë pak. Shumë pak. Shumë pak, me thonë drejtën, po me pas ka. Do me thënë tregojnë që pak janë ata të cilët e kanë shkelur atë betimin. Janë pak njerëz që kanë bën, absolutisht pak njerëz. Ndërsa të tjerët nuk pranojnë, janë... As bëhet fjalë. Unë për shembull mua më ofrua miliona euro nuk e shes tokën. As pjesa dërmuese, pjesa dërmuese e Vënalive nuk pranojnë absolutisht në asnjë mënyrë me ta dhënë një pllum tokë. Mal, fush, kudo si e ka. Se thethi është çdo cep venit është i individualisht i dikuj ose kolektivisht i të tanëve. Edhe këtu është dallimi. Kam përshtypjen që do vinë një kohë edhe do vinë shumë të huaj. Po shumë të huaj, po kanë ana. Jo, të huaj. Na, po vlasim më shumë. Të huaj, e kupton ti? Për zotë ndashi... Ja me sikur që do vinë ti do shesin rretin në një sot tokë. Po të pak të nësat jam unë gjallë, jo, atër bëret se Po shimo sa robi mirë jam, me do të mo Petri, po ma jep një sopë, po jep një sarmën tjore, do vesh këto, do rish këto, do flesh këto, do jetash këto. Jo, më i dua ta kem atë themelin. Ta kesh e ke aty, vjen me, si thon asaj, karavan, shumë. Si thonë? Me qa, se di si thonë. Si grek, si... Jo, sta them si. Gëzuar. Hajde të rej shnet, pra. Shnet. Panat mirat, kalush e mirë. Edhe diçka tjetër interesante që e kam dëgjuar, zonat e malit, a mi shpjegon pak çfarë janë? Zonat e malit? Urti, ne i thojmë urti, edhe zonat, po urti e malit. Nuk jam gabim në term, po edhe t'jem, ata e di që unë në bëj pa. Po. Zonat e malit e urtë e malit. Okej, kanë kënë periulla kohet, unë nuk jam me thonë jemi agnostik, nuk jam një besimtar, kushe din, i asni besimit, me besim jam i katolik, po nuk jam shumë besimtar me thonë drejtë. Tua ju pak çfarë ke studiuar? Këna studiu e zonat nga matë në rishmet. Tua e pak lutëm. Po jo studime... Çfarë ke studiuar? Po kanë studiuar pak historinë edhe pak misticizmin, pak sa me... Që jam shumë kurioze të dëgjoj. Sa, mirë po, me të thonë drejten, kjo zonat e malit janë një mister, si janë të njerëzit, të malsort, janë njerëz zakonisht të binun. Se zonat e malit kanë, janë edhe do t'jenë. Mirë po, aty unë nuk e di me thonë drejten se si periullat e kohës ndoshta ka edhe një inspirim për me një inspirim natyror për me mi bon njerëzit me rezistue, me... Bënd pa trembur të fort. Pa trembur, po, bravo. Kjo ka kanë besoj unë me periulla kohet, se një gjanë si ka kanë atëherë, pse tash... Nuk është ma. Pse tash nuk është Michael, duhet me pa kenë dishka si një gjanë shumë e mirë. Zonat e malit se si do si kanë funksionuar, unë besoj se kanë njerëz zakonisht, njerëzve u kanë lanë frymëzim, njerëzve u kanë lanë kuraje me mjetue, me mposht pushtuesin, me mposht të keqen, edhe me që thonë asaj me mjetue. Po prap nuk e kuptova, çfarë janë konkretisht? Zonat e malit thash pra, kjo është i mister, nuk mund është me spjegu ti, ata thonë janë zona malit janë si femna, edhe janë pa me të bukura, shetisin, rrinë për livadhen e për ashtu. Bjondet e gjata. Bjondet gjata, absolutisht me fjallë në disa besime spjegot si vetëm kur shkojsh në paradajs, mund është me zjetë si laje. Mund t'i qesh. Edhe çfarë bënin këta për ju këtu? Çfarë? Ato të dhëshin për shembull, dhëshin njerëzve të paktën u kanë dhënë kurajo. Kanë dhënë kurajo, mbështetje, i kanë mbështu prej situatave. E ke parasysh, tu ka shumë gëjdhana, ka pas dragoj, ka pas zana, ka dragoj, nuk e dija mërë veshti dhe dragoj. Po, dragoj.
Unë diqa vetëm s'po mu e kuptoj tash, pse s'ka tash. Edhe për qa unë besoj se ka ken një periull kohet, si ka ken jashtëzakonisht e nevojshme njerëzit me marrë frymëzim, me kalu e vështërsitë si kanë pas. Më duket shumë e çuditshme diçka që nuk është pare, nuk është prekur të merret që ka ekzistuar. Unë për veti është jam një njeri si nuk kom eksperiencë në atë fushë, se nuk i kom pa. A ke dëgjuar ndonjë që ka parë? Absolutisht kam një gjuhë. Kam një gjuhë si i kanë pa zonat, i kanë bile, ne kena... Këto, unë besoj se këto futen edhe i kalojnë, janë para, me fjallë, besoj si janë qysh në kohë paganizmit, shqiptar, besoj si janë shumë më të vjetra se sa fenat, se me fe për shembull ti një dos mujt i besoj shkollë. Edhe mos harroti se në zonat tona, edhe në veri të Shqipërisë, përgjithësi kryq Shqipëria, po veriu, kena shumë gjëra pagane pa vetdije. Si edhe sot e kësaj ditet i praktikojmë, i jetojmë, por faktikisht janë pagane, s'kan lidhje as me fen hiç. Edhe janë jashtëzakonisht në fe nuk pranohen, po na i kena, jetojmë me to. Pasha tokë e qiell për shembull bën njeriu këtu be, pasha tokë e qiell. Tokë e qiell nuk bën be as i krishterë as muslimani s'bën tokë e qiell, se nuk e ka feja, nuk ja praktikon këtë mënyrë. Po kurse na bëjmë, i na lidhur me zotat e a ke parasysh zotat të shumt, jo vetëm një mono. E çfarë po mendoja? Më bëri shumë çudi kjo e zanave. Ti thuaj që atëherë po kanë ekzistuar, po tani s'ka. Unë këtu për shembull vetëm këtu e shoh pse nuk ka tash. Duhet kenë, po unë për shembull tash nuk ka ndaj po, nuk i di, njerëzit janë edhe gjona që mos harroti, këto vende dikur kur jam kanë fëmijë, ka shumë vende si thonshin atje mos kalo natën. Edhe ka shumë vende si edhe sot unë kësaj dite, unë nuk kom frikë tash natën, se kom hiç frikë, po dikur si kalamaj kisha frikë se ishin zonat ndaluara, se thënshin këtu ka zona, e këtu ka zona me fjale mi natyrshme, si ti nuk mundesh ndoshta as ti shofsh, por mundesh të biesh në kundërshtim me natyrën edhe me këtë e në rritë, fatkesisht i thosha, fatkesisht nuk e di, po... Kujdes se fantazma gogol. Këto fantazma të gjëna janë krejtësisht treja, ne po thëmë flasim për do gjëna jashtëzakonisht shumë më të vjetra, shumë më të lashta, zonat e malit e këto janë jashtëzakonisht gjëna lashtë. A del natën shumë male gjëra? A del? Del? Natën? Ti, e? Natën të shi, po më zuni nata, më zuni, po... Tentaj mos të më zonë nota shumë lërë. Jam akoma në atë botën e zanave, se imaginoj do të jetë. Anena të burime, të lishejt, këtu menohet se ato rrishin. Ajë më burdarim sot natën e ta shohim. Po dole, hajde, ja si po me. Si po? Zonat e malit. Çfarë të më thuash tjetër për këtë zonën tuaj kaq të bukur që unë këtë ditë më thua Lediona edhe për këtë bajmin e domethënë tregojmë për zonën tonë. Çfarë lam diçka pa thënë? Po ne jam shumë i bindur se kanë lënë shumë gjëra pa thënë, kanë lënë shumë gjëra edhe s'mund t'i them vetëm me një bisedë shkurt duhet edhe të kujtohesh. Interesante. Për shembull kjo e zanave ishte interesante. Kjo e ngujimit që unë e kisha t'i gjuar, po me qënë se shkova e pash nga afra të kullën, me ato gurët, shkallët lartë. Ke imaginu, po, me thonë drejtën, ke shumë gjona se jalo njëna s'kujtona, s'po kujtona për momentin, po tash i gjonat kanë jesë për para, kanë kenë bjeshkt, ka pas periullat e bjeshkve, ka pas periullat e vrinit, mi fegjonat, për qatë patë shumë ty se kanuni ka kenë jashtëzakonisht i mirë menum. Për shumë gjëra, jo vetëm për një pikë. Ti për shembull ke pas kullosën në mal, e ke pas përbashkët, por deri me datën një korrik, po të marrë një korrikun se di fix, nuk e pas drejt që të shkojsh vetëm ti. Kurse sot, për shembull, më rajtjetis, sot kanë shumë pak bakti, po thëmë njerëzit shkon edhe nuk e din, nuk e din se ka i periull kohë si ti nuk mujtë të lëshosh aty. Absolutisht. Edhe kjo, shumë gjona kanë se kanë ndryshue fatkesisht për keq disa.
i pjesë e madhe për kes. A janë fanatik duke qenë asit? Fanatik në çka kuptimit e keti se fanatik për gratë, për... Po fanatik për gratë, unë besoj se nuk mujt të thuesh fanatik një njeriu si nuk është Xheloz. Jo, xheloz do të jesh ti nga vetvetja herë, do të jesh xheloz i vetvetes, nëse ti nuk do të marrësh diçka, do të kesh xhelozi nga vetja. Po them fanatik, jo xheloz. Fanatik jo, fanatik më varet, tash unë nuk mujt të flas për fanatik. Ha më kur fol në përgjithësi për zonën. Jo, nuk janë fanatik. Nëse në një vend si Dugazhini vjen këtu edhe gruaja jeme ose motra jeme vjen qet burrash këtu bile ka kanë ofendim nëse nuk quhet gruaja me tillondorën, me ta respektuar krejt, ke pas shumë vende në Shqipëri si kanë pas një kulturë tjetër, po ne kemi pas edhe këtu afër, se jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Malsi, si kanë besimit tjetër, si s'ke pa grua ti, po shkove ti nuk ke pa grua derisi ke i kish me sy, kurse këtu në Dugazhen, por ke pa gruan e motrën ka dhënë nëse edhe s'ka kanë burrë aty ti ka pije kafe, rakiet, ka shi dohan, edhe ka respektuar. Nuk mundesh me i thon fanatik një njeriu si ta prezanton gruan Jo, absolutisht. Absolutisht mundesh me i thon. Kjo është atëherë, normal se ti gruan e ato këto janë çështje individuale, nuk normal se ti gruan e ke grua ose motrën e ke motrë, ose po, ju ka të me thonë si nuk mendoj se janë absolutisht kanë lidhje me ekstremizmin fanatike, si po i thotë, nuk e foste fanatik. Çfarë do të thotë një mik për ju? Miku do të thotë shumë. Miku do të thonë shumë, jashtëzakonisht. Miku është, ne në kulturën tonë, miku në quajmë si Zot. Se Zoti nuk vjen për ditë, me Zotin takohesh rrallë, edhe mikun me mikun takohesh rrallë. Miku vjen, ke mikun, atër mishti kemi ndana, kemi pas mik buket, i kena thonë në aksion. Kë quajnë mik buke? Mik buket kena pas për shembull, po të tregojnë diçka. Mik buket kena pas një fis, si nuk kena martu me ta, për arsye të ndryshme për shembull. Mik buket ke pas një fis tjetër si nështë është musliman, e ke mik buket, se misi me ta skemujt me kryuat të tjetër, edhe i kena pas vetë mik buket. I kena thonë mik buket, jashtëzakonisht i kena respektue, e ne kanë respektue me fjallë jashtëzakonisht në kolm. Edhe ke ka kanë mik buket. Mane i ke pas mik nga ndryshme, po me fjallë futen atë mik buket, misi, me fjallë kërësi e sene, futen nga misit ma njerë, po edhe miku i bukë s'ka kanë jashtëzakonisht i shmuon për ne. Nëse vjen dikush në ka ngatruar rrugën e nuk e njeh zonën, ai fusin në shtëpi? As bëhet fjalë, kjo është një gjë si për nuk ai kurrë dhe zoti ikun kurrë nga kultura jonë. Është një gjë krejtësisht si jena të rritun me këtë mënyrë. Nuk është zbeur sa do pa? Apo nuk ka kohë që zbe këtë gjëte? Nuk e zbe. Mundet bin me fjalë interesa se sot njerëzit janë nuk është për shembull në malet tona nuk është një rrugë si njerëzit i shet vetëm rruga se kanë me bën siç na ka qit një rruga me ikën në Greqi ka mos nga halli, nuk shet kanë nga halli tash iknenën apo jo. Dikur po, në kohët kur i ka qit hallin e për male, atë kanë fiks njerëz asaj, po tash nuk shet kanë halli. Pra atëre kur vjen në thesat, nuk vjen nga halli. Vjen nga shefi. Më trego pak, pra atëre se thej që nga halli bënin rrugën këtu. Dhe kushdo që mbetej, mund vite pa prikë në derën e xhokut. As bëhet fjalë vetëm o shtëpia juaj, po ditë se ku ka shkon, edhe çfarë ka bën. Ke fut mran, ke hangër, ke pi, si më e miri aty, po, edhe kanë përcjellën mes. Edhe rruga e Mork i nisi ke ik me ditë morë, se ka kanë o di me në vero, pa marë parasysh, po gjithkun, kudo si ke shkuar në Dugazhen, kanë prit, përcjell, edhe kanë respektue, edhe ke ik jashtëzakonisht në rrumë, edhe kanë tentue, në malet tona, tentojnë si mikun ta xhirrin më të mirë se sa hyni. Kjo është me fjalë një shprehje malsorve, si thonë, mikun do ta xhirrish më të mirë se sa hynte ti.
A kupton? Po them në kuptimin e mirë se ti nuk mësh me bën njeriu. Me ndryshon njeriu, po do ta bësh ta respektoj që do të njihet mirë ai, kur ti ku të njihet mirë. Tani të gjithë e mburin veten. Do themi atë që është. Jena shqiptar na. Flet keq. Jo, s'bëhet fjalë. Jemi shqiptar. I madh. Çfarë defekti keni? Keni o kemi? Keni, se unë nuk kam. Ose ti them unë defektet e mia. Domethënë të zonës nga unë vi. Ne jemi që kurnac. Kurnac, jeni kurnac. Ne shtrëngojmë pa. Po. Okej, na nuk shtrëgojna. Na nuk shtrëgojna shumë. Kena defekte, absolutisht kena defekte. Hajde. Defekte kena, se për shembull na nuk jena, si thash nga fillimi, por nuk funksionojmë si komunitet. Kjo është fatkeqësi e krejt shqiptarëve. Është e gjithë shqiptarëve, po. Është e krejt shqiptarëve. Këtë e shoh një mangësi, edhe këtu pro. Edhe këtu. Tu është e theksuar. Okej, nuk funksionojmë pro, unë po them nuk funksionojmë si komunitet. Është krim më i madh sot ke thethin, nuk e ke sot krijuar me një shoqat. Okej, tash ti mundesh me thonë pse se krijon ti. Ti kjo është absolutisht ke drejt, po du me ta bë para pengesti më thon këtë. Si nuk unë paktën ish desh me pas gjetë bamun, se unë kom marrë ma vonë se tjerë. Edhe e gjeti justifikimi shqiptar. Ne nuk vetëm këtë problem kena. Një defekt që keni ju të zonës tuaj këte. Kena temperament, jeni impulsiv? Jena impulsiv, absolutisht impulsiv, jena se... Unë menoj se historia, ne kemi kalu një periudhë jashtëzakonisht të keqe, shumë të keqe si këmbë, e ne në veçanti në veriort, malsort, kanë kalu një periudhë jashtëzakonisht të keqe, 40 vjet me komunizëm, 500 vjet me Turkun, dreshe i biri, tash me demokracinë, si erdhi demokracia, prap më mirë, po prap me vonese erdhi demokracia dhe nuk erdhi në kohë të bukur se një atër kur erdhi u deshke me pas një lëvizje ndryshe, mos me lçuan njerëzit venin. Kja është. Gjithsesi atje ku ka impulsivitet, ka zemër të mirë. Ka zemër të mirë normal, absolutisht. Ato për zemër të mirë janë zemër. Mos e si a shef njëri zemën po haj. Po zemër nuk e shef se ajo se di se çka kanë në zemër na. Shqyr si nuk në ashif një dhe zemrën. Se imagjino ta shifnim dhe zemrën. Më në bo perin më në po dhe zemrën, nuk di se qa gjajmë atje. Nuk e di, po do largohesha shumë e mërzitur nga Dugajgjini nëse më do të kisha takuar ty. Po faleminderit që është e kënaqësi. Jo, faleminderit ju, që më fole, më shpjegove, mësova, sidomos për zanat e malit që akoma mbete një mister. Është mister ajo, ato duhet me thonë drejtën është mister, nuk është një gjanë si visible ose si me thonë të prekshme shumë letë, është një gjanë si njerëzit kanë jashtëzakonisht ma zonave të malit, janë kanë fiksuar, fokusuar me zonat e malit, një mujnë zonat, orët e malit, i kanë thënë orët. Orët. Bile këtu përdoret ma shumë orët e malit. Orët e malit. Orët, po. Edhe bile këna i shpreje këtu në shalë, këna një mëzët e ora e shalës, ora e shalës. Ora e male, ora e shalës, tash i ora dhe të nga ora e maleve, zona e maleve, si s'puna zonës. Tani ta bede një pyetje të fundit unë. Më thuj. A ja vlen të martohesh me një Dugajgjinës? Të vërtetën, absolutisht. Përjashtoj vete, se në ty nuk të shaju, por në përgjithësi. Deri sot martësh një Dugajgjinës është absolutisht një humbje e madhe, se nuk e një fix mirë Dugajgjinin. Kur të martësh një Dugajgjinës e mrapa, ma ne e një fix Dugajgjinin. Ashtu, a? Po. Po pra tani matua, ja vlen apo jo? Absolutisht ja vlen. Po pse që do thua që si ja vlen? Po që shatë të thumë, jo, unë po thom një të vërtet, nuk po thom asgjë më pak. Po për ty është e vërteta, se për mua, pse di? Po edhe ata si e kanë provu dhe në mërtu me një Dugajgjinës, edhe një Dugajgjinëse, kanë met jashtëzakonisht kënaqur. Ja ta them unë. Mrapa, nuk Ja ta them, më le të flas. Po, thuj.
Dy shoqet e mia që janë të martuar me Dugazhinas më kanë thënë që mos bëj gap sepse nuk ja vlen. Po, absolutisht. Ma shef në sy që gënjej. Absolutisht, mos kanë martuar një si Dugazhin si shtri, nga ata si fokusohen më shumë të gjithjet e këta. Të tymosja. Aty, se ka nga ata? Ka nga ata si tymosja, besoj se do të kenë, nuk e di, kjo është, fix Dugazhin, se janë Dugazhina, si nuk mposhte, nuk bjen poshtë, nuk tremen nga këtë qona, është muhabet tjetër. Është tjetër muhabet. Është tjetër muhabet edhe jashtëzakonisht ta sugjeroj ty apo çdo njëri nuk e di atë statusin tënd. Po Petriti na është martuar me izraelita. Po jo, tash nuk është puna se është martuar me izraelita. Duhet pyes atë unë se si është martohesh me një Dugazhinas. Po unë po them pra njerëz Dugazhinësit janë njerëz të dashur, njerëz të amël, njerëz të fjalës. Kanë si krejt shqiptarët, kena ato problemet e tona. E përfshin gjithë shqiptarët vetëm për të. Kena, se nuk e ke parasysh, se na i grumulli vogël. Ndërkohë që rakin e pin shumë, por ka një raki shumë të mirë. Për zotin më ka shijuar, është gota e dytë apo e treta, rakithana. Është rakithanet me të thonë drejtën. Shumë e mirë. Po, raki e mirë, është shumë e mirë rakithanet. Po këtu edhe nuk të zë rakia, sepse është klima. Po është edhe klima, me të thonë drejtën. Ne hëngëm pak më parë ushime dhe na duket sikur s'kemi ngrënë vetëm nga klima. Nuk e para... Se quhet shal dhe shosh? Si mas gojdhanave, nuk e di tash fixt, mund kene edhe të shkrume, por mund kene edhe dokumentume. Shala dhe shoshi, shosh edhe mirdit, janë 3 vëllezën, kanë kënë në kohën kur ka ra Shkodra me rrethina, ka ra në dorë të Osmanëve, turqëve, Sudit, kanë pasjetuar në Shirok është afër Shkodrës, Berkeley, kanë pasjetuar aty edhe aty janë detyruar me ikë me lanë venin, edhe aty thonë se janë da 3 fiset, shal, shosh edhe mirdit, s'kan pas thonë se qa me nda shumë, ose qa kanë desh me ikë, me u zhduk prej aty, dhe kanë marrë, se familjet kanë shumë të mloja në atë kohë. Familjet nuk ka kanë si është sot familja burre grue, e fëmijë e gjys. Po ka pas burre grue, ka pas gjyshje 5 vëllezën, 15 motra, 12, këmë i ka pas një familje deri 150 vetë ka shkue. Edhe këte 3 këto barshet, se i thëmë barkna, 3 barshet kanë ikë në venet ndryshme. Mi fjallë kanë ikë, Mirdita ka marrë krahin e nem, Shala ka marrë shalën e kalit, se kanë pas, jashtëzakonisht që kanë mujtë me marrë me vedja ta. Kanë marrë, drithje këta bërshjet nuk janë qujtë. Zjonat e më dukt, Shala ka marrë shalën e kalit, Shoshi ka marrë shoshën si me sitë këtë millin, s'ka pas një gjatë, paktin fizikisht me marrë një gjatë tjetër, për me metë. Mirdita s'ka pas asë gjatë me marrë, s'ka metë asë gjatë tjetër, se vetëm të 2 gjana kanë pas, edhe ata kanë ikë, vetëm a kanë thanë me ditë mirë, edhe u ka metë Mirdita atyna, me ditë. Edhe janë Mirdit, ata kanë ikë pas i gjatë, Shala ka marrë shalën e kalit edhe shoshën e drithit edhe, këtu janë nda dhe janë kryu 3 fise. Bile, të 3 fise janë shumë vonë janë fillu mu martu me njënë tjetër. Sën martu. S'kanë ba martesa me njënë tjetër. Si që është për shembull edhe thethi këtu, shkojmë në 9 brest, 11 brest, shkojmë thethi, asë një smartona. Me periudat kohës, Dugazhini ka kanë shumë i malë, përëndëria, Principata e Leks, ka kanë shumë e madhe dhe ka kanë fokusu me në male, në përgjithësi, ka pas malin edhe fushën. Fushën e ka pas në fushat rafshi, a qëjtë rafshi, a qëjtë fushat i kur. Me këtë më shumë krushit, zona tuaj? Ne kena ba, me thonë drejten, deri në shekullin e 18, kena kanë martu me dhe me plave guci, e me këto zonat komplet knena, mirë po ata u konvertuan në musliman, edhe nuk u martu me ma me tana.
se ne ishim, i na kanë martu edhe me Malsit Gjakovës, e njëjta gjë ndodhi edhe Malsit Gjakovës kur konvertuan në musliman ata, nuk u martuan më shala. Shala, kryesi shala si ishte fisimal, ishte venimtar, nuk po tha shala kështu, o tha u ban, se ishte fisimal, edhe nuk pranuan më kursima ata. Me fjalë ishte gjë si ikën ata që thonë asa, ikën, po majt me kërësie, misie, a ke parasysh me ta, kështu ato të vjetra që kishim, edhe atë i lama aty. Ma ne jena martu me këtë zonat Dugazhini, se Dugazhini është shumë i madh dhe fise nga matë në Rishmet. Ka pjesë Dugazhinit që janë vetë fise prej pejet, prej gjitha ne, fise nga... Po, Dugazhini është i madh? Po, është i madh. Dugazhini është shumë i vogël qa shefti këtu. Dugazhini është shumë i madh, është rafshi, se dikur i kanë thënë rafshi, kanë thënë fushës. Nuk i ka thënë kush fushë, fushën është krejt gjën re. Rafsh. Rafshi kanë thënë. Ja, rafsh. Jemi bërë rafsh. Se tash ka dëgjeru dhe kjo gjunga, e kanë fshi shumë. Ti kesh vajzat me jetë, bashkëshorten ti jesh mirë, të shkof të mbarë këtu, edhe si që ke zemrën themi ne, nëse dikush ta merë për mirë, do thot që e ka zemrën e mirë. Nëse mërzit, do thot që se ka zemrën e mirë. Ti buzqeshe, kështu që... Të rej shnet, e kalësh mirë, edhe mirë arshi kur do si vini në këtë mundë tonë. Faleminderit. Petrit, pse ma ke mbushur gotën, nuk ma ke mbush plot, se thash pse ma ke mbushur gotën bosh. Po kjo është e dyta, treta me bune. Po pse ma ke mbush po pishe, kena një ule gotë edhe të rëgëj dishka të forë, si është puna gotë. Hajde një. Në fakt, dikur edhe me shku me ato kanunin e me kulturën, si këna pasna këto, në që se alen dikuj gotën gjys, a i ka kanë mik prem. Edhe mik premi ka pas si probleme në që se ta kanë mush gotën derisa ke dzirë mikun. E dzirë mikun e ke ti, ke pas një periull kohë 12 mujore, mi vjeqare, në që se dikush ta ka vra mikun, në bukë tane, buka jote ka kanë nga një ushqim tjetër. Mund kënë kanë tonë ditën, po në që se ka hangër drekte ti për shemull, edhe është vra dikun rrugës, a i ka kanë bukë tane. Edhe ke pas ti 12 muaj me dzirë gjakun e ti, të mikut. Edhe, derisa ti ke dzirë gjakun, ta ka lënë gotën për gjys, edhe krejt njerëzit e kanë ditë se ti ke mik prem. Kjo ka kanë gjitha jo se si vlerësojnë mikun Dugazhinësit, edhe malsortën përgjithësi. Sa të thellë që jeni më bo. Po shife pra, se i këna respektu, na. Ty ta musha 2-3 herë, më se ti po boshe nami. Apo më duket mua. Çfarë do të thot miku për ju? Miku do të thot shumë. Se thash edhe pak më parë, lidhje me mikun. Për shembull, një veçori si mund ta veçoj tash në lidhje me se si e këna trajtuar mikun, në qoftë se na këna pas një shpreh, unë e moj men edhe vetë, thashin, një familje në theth, për shembull, si ishim pjesë tjetër e shalës, shala e përme, i thonë fix, në qoftë se një mik e ka zonë nata, gjithmonë në bën fjallë për natë në dimnit, e ka zonë nata në kodër shnirë që ti thëmë na, ofër në shosh atje, ku do të shala me shoshin, ti duhet ta preç mikun, pa këthy me hangër dark, si të jap shkohën ati, si në qoftë se e ka erë nata atje, duhet vinë dete shpejote, pa hangër ti dark, duhet të kesh me fjallë darkën gadi për te. Edhe një gjë tjetër si ka kanë kështu për shembull, ke pas vende caktuar me kryqëzime, vende ku kanë kaluar shumë udhëtar, ka kanë aty për shembull gratë ose shtëpia si ka kanë më afër atij kryqëzimit, kanë çuar aty atë bulerën e ujit, buleri që na thon aty në simojnë ujit, buler. Po. Edhe me i brek, edhe kanë quë lanë aty, edhe njerëzit rrugtarët kanë pi ujë, kanë mush vetë edhe pi ujë aty, kanë lanë kutinë e duhanit, për me drell duhanaj, po mirë po nuk e ka kesh përdoraj.
e ka drell, Dhe e kalon aty. e kalon aty, edhe kalon për tjetrin, ka arë tjetri, ka drell vaj, ai si e kalon kutin aty ka shku mas një periudhë të kohë, e ka po, a ka duhan maje, ka ashtu kështu. Kështu trajto mikun në zonat ora. Atër ke me fjallë vekshin e kanë lënë vekshin gadi për mikun, mos harroti ka kanë edhe gjanë si noshta ti the, por si çajse dash me ndryshue për në kushtet si kanë atëherë me fjallë një fukarallek të teprum shumë madh, kanë lënë kesh fëmin e vet për me trajtu mikun mirë. Edhe kjo ka kanë po, ka kanë një lënë pa ushqim fëmijën. Jashtëzakonisht e kanë lënë me fjalë, nuk e kanë lënë pa ushqim, por nuk e kanë me fjalë nuk e kanë ushqyer në mënyrën më të mirëfill si ka kanë, nëse ka pas miku sa desh me respektu mikun më shumë se sa askon tjetër. Miku ka kanë zoti. Ja, kjo ka ashtu. Kjo ka kanë izon si ka për mikun ashtu, o bën gjithçka për mikun. Po tani Po dhe tani. Edhe tani. Do drejt tani dhe fol mirë. Po tashi po presim. Po tashi po presim gjithë botën ajo se po presim i Meksik. I Meksik ka kalue. Bota ju ndjek. Po bota tashi na po presim tan botën këtu. Jo i Meksik ka kalue herën në detoj herën jo. Po bota atje plek ndërsa miku nuk kishte lek. Po kjo pra i shteton puna se kur s'ka pas lek në atë kohë e kanë marrë, por tashi njerëzit, si që thash edhe më parë, njerëzit më thejë, nuk vinë se i shiti rruga ose nga halli, vinë krejtësisht për Shqip. Po, absolutisht për Shqip. Nëse ti ke ardhur sot këtu, ti nuk ke ardhur nga halli. Ti je në punë, po s'ke ardhur nga halli. Ose pas nga qepi. Okej, ne po morrim ekstrem. Kjo është ekstrem, se ti ke arë për punë, e ke parasysh, po ka njerëz plot se vinë këtu, ata janë për qep. Po ata për qep janë që vinë, po çeçën ato prej Skocis, prej Islandet, për çfarë vjen ai këtu? Për qep, por nuk e ka qit rruga. Ne e ka qit rruga në Greqi, atje tu jetë skom, atje nga Kozoni, Fillorina, këna jetë skom me ka 3 ditë, 4 ditë, këna çfarë flet po. Po mirë, se dhe ju kanë pritur anda, ha? Jashtëzakonisht po pas në barë se shumë pritën. Ne kanë prit, okej, tash mos harro se na kanë njerëz të braktisur, njerëz të lënën të ikun prej krahpasi, ka një ekstrem. Ato ekstremet nuk i fus as nuk te logjika e mirëfillt, më fal, nuk do të logjikosh si gjëra normale, kanë anormale. O pa gëzuar. Faleminderit që na shoqërove në zonën tënde. Pali ka vite që jeton jashtë, tani vitet e fundit është në Suedi, por ndryshe nga Petriti nuk e ka qef kamër, nuk flet shumë. E ka siklet, por është personi që na ka shoqëruar gjithë ditën sot. Unë rrezik që në fillim se ju duk kështu, por ky nuk më njeh edhe aq mirë që unë që nuk ri pa ngacmuar mikrofonin, unë nuk mërzitem kur njerëzit se jo të gjithë janë mikpritës, se kupton se ne themi pi pa dera s'ka. Tani, por nuk është zona siç është një person. Nuk e përfaqëson një person. Kështu që faleminderit edhe që të shkop mbarën nga je. Edhe do vi shpesh në Dugajin. E di shumë mirë ti po. Jemi pritur. Na i thom tash e ke mësuar rrugën. Po, Petritë e mësova. Tash e ka mësuar rrugën. Shpinë e Petritit e din, shpinë tam e din. Ka plot shtëpia të tjera se do të mikpresin, kështu si. Absolutisht. Zëri të del shumë mirë në kamerë, që ta dish. Ashtu duhet.